Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish së bashku. Tani, që është Gerta provokuese është dhe s'ja ha maca petullën. Aq provokuese sa është. Natën e mbrëmshme pas përfundimit të prajmit, Gerta së bashku me banorët e tjerë po darkonin në Storm Arena. Tashmë numri po zvoglohet, dikur tavolina ishte gjigande, por tashmë po bëhet edhe më e vogël, më e vogël, më e vogël. Edhe gjatë kohës kur po darkonin, Gerta po provokonte Eglin, duke i thënë pasi që kishte edhe përballë të ulur, duke i thënë që ti tani, në këtë moment, nuk i thua më gjestit më ik, nuk i thua më gjestit largo prej meje, se ke interesin prej ti, do me thënë, duhet të shkosh në finale, do luftosh për të shkuar finale, do veprosh për të shkuar finale, dhe kjo në fakt ishte një pikpyetje e madhe që e vuri Egli në sekond në moment për të mos e kuptuar Egli që kjo ishte një burim provokimi nga ana e Gerta Gixharit. Çfarë po ndodh? Tashi Gerta provokon të Egli në këtë formë dhe Egli i thot gjestit që dëgjoj këtu i thot, ja thot seriozisht Egli me atë qëndrimin, sepse në moment ju kujtua Egli e forta vendimi që ka marrë nuk do thyej rregullat, nuk do thyej qëndrimet e mia, unë ja kam qëndrimet e mia etj etj, edhe ju kujtua ti thot gjesti që kupto këtu ti, unë këtu kam marrë dhe vetme dhe të lutem mos mu afro, të lutem mos më ndihmo fare. Do të thonë, kjo ishte ajo fakti që Gerta po e kërkonte nga gjesti. Dhe në anën tjetër është, më falni, kjo Egli, në anën tjetër është Gerta që po qesh dhe po fut xixa me çiftit. Çuditërisht është e befasueshme si mundet që Egli mos ta kuptoj që Gerta mbrëm pati një lloj mlefi që nuk shkojti si finalistja e parë. Më pas do me thënë ishte në mëdyshje çfarë do të bënte, a do të linte lojën në këtë pikë dhe të largohej, sepse dëshironte të merr më shumë informacion nga Ledioni se çfarë do të ndodhen me fatin e saj. Ledioni i dha shumë bukur të kuptueshme, i dha shumë informacion. Në momentin kur Gerta kërkoi shpjegim, që do me thënë Ledioni i thonte që mos ri o Gerta se do të çojmë dhe ti finaliste, po mos na vë mes pikpyetjeve. Por gjithsesi, kjo qasja e Eglit në këtë pikë të lojës nuk më pëlqen, sepse mendoj që do ta dëmton tek ndjekësit dhe tek fansat e saj dhe të gjestit të zjarrt. Duhet kuptoni, tashmë Egli dhe gjesti kanë fansa të bashkuar. Në qoftë se është Egli në vështirësi, janë fansat e vet, por edhe ato të gjestit që po e ndihmojnë. Është një banore shumë e fortë se nga banorët e tjerë sepse lufton me dy lloj fansash. Ndërsa në qoftë se do të ishte gjesti në një vështirësi, do të ishin fansat të Eglit që do ta ndihmonin, por edhe të atyre të tjerëve, sepse gjesti është më universal në këtë mes. Dhe në këtë rast Egli po shprehet shumë keq. Gjesti përsëri e mori me shumë sportivitet këtë gjën, e mori me shumë lojë sepse nuk dëshironte që të bie në lojën e Gertës, nga që gjesti e kuptoi Gerta se çfarë loje po bënte, ndërsa Egli thonte që mu hiq, të lutem shumë, unë dua të vazhdoj e vetme, unë dua të luftoj e vetme dhe kemi një javë kohë, edhe një javë kemi kohë, do me thënë, këtu brenda, për të krijuar diçka jashtë. Kemi edhe një javë kohë këtu brenda. Që nuk kupton që Egli nuk do të lidhet në Big Brother, Egli nuk do krijojë ndjesim Big Brother, Egli nuk do krijojë dashurin Big Brother, edhe pse në videon e radhës do t'ua shpjegoj se çfarë tha mbrëm gjesti drejt Eglit. Doja të komentoj këtë video dhe si u duket juve qëndrimi i Gertës që mundohet të provokon në për të gjitha format, vetëm e vetëm të krijon një lloj lufte mes çiftit apo të shikon çiftin e ndar apo thjesht ja kujton Eglit ato premtimet që Egli dha që në momentin kur hyri në shtëpinë e Big Brotherit. Dua mendimin tuaj.